Lidhur me aksionet që operatori shpërndarjes së energjisë elektrike po zhvillon në rrethin e Pukës, në heshtje nuk ka qëndruar as kreu i komunës së Fierzës Vasil Muslia. Përmes një komenti të bërë në rrjetin social Facebook, kryekomunari i Fierzës zoti Muslia kërkon reflektimin e menjëhershëm të punonjësve të operatorit të shpërndarjes së energjisë. Në komentin e tij, zoti Muslia shprehet se janë elektricistët dhe drejtuesit e punonjësit e paaftë të këtij institucioni që faturojnë nga lokalet ku qëndrojnë, duke rënduar kushtu mbi qytetarët. Pash kronikën që zoti Armir ka pasyruar, intervistën që është një realitet i dhimbshëm që të bën të reflektosh për ata banorë që vërtet përballen me ato situata të vështira. Dhe them se edhe ata janë të ndërgjegjshëm se duhet paguar energjia brenda limiteve të shpenzimit. Drejtuesit aktual, ish drejtuesit e mëparshëm thonë se banorët po shkelin ligjin që s'paguajnë. Por ju drejtues jeni të ndërgjegjshëm. Nuk është shkelje ligji kjo që bëni ju sipas shefit duke plotësuar faturat në tavolin dhe lokale. Banorët ka nevojë për shërbim të rregullt pa qëllim partijak. Kam ngritur zërin para sa kohësh, sot do vazhdoj të flas për këtë situatë, të vendosën njerëz të aftë, pensionistët të gëzojnë pensionin, se populli ka nevojë për shërbim, jo të merremi me të kaluarën, pasi janë pasoja të dëmshme që po kalojmë sot. Kreu i komunës së Fierzës, Mutej, ju apelon qytetarëve që të paguajnë energjinë që konsumojnë dhe për çdo rast që ata dyshojnë se mbi ta po abuzohet, t'i drejtohen strukturave më të larta së OSHE e Pukës, ku me sa duket, komuniteti i zonës ka humbur besimin.